Çështja e infrastrukturës sportive në kuadër të lojrave mesdhetare, fokusi i qeverisë ka qenë në momentin kur edhe janë marrë organizimi i lojrave mesdhetare dhe normal që janë zotuar për 250 milionë euro të cilat kanë me shku në infrastrukturë sportive dhe po besoj që dita ditës projekte të cilat janë paraqur që të zhvillohen aktivitetet në kuadër të lojrave mesdhetare, të fillojnë disa projekte të reja, po të bëhet edhe një investim edhe renovim i gjendjes aktuale të infrastrukturës të cilat është paraqur edhe me librin e kandidaturës, po edhe me zhvillimet në kuadër të punës të cilin e kemi bërë deri me tani, është çështje që i takon qeverisë Kosovës, sidomos infrastruktura sportive, pasi që është mandat, funksion i qeverisë, zotimi i qeverisë për infrastrukturën sportive dhe po besoj që është plan konkret për lojrat mesdhetare sa i përket infrastrukturës sportive, është zotimi i qeverisë për infrastrukturën sportive, e cila besoj që shumë shpejt edhe do të shihet puna, edhe do të sidomos puna e renovimit e sallave ekzistuese dhe projekteve të reja që parashin në kuadër Bidim Bukut, librit kandidatimit kur vetëm o apliku për lojra mesdhetare. Po normal që ndikon pasi që në vitin e kaluar qeveria e detyrë ka të kompetencat kufizuar aq sa dijon dhe ato kompetenca kanë lojnë për procese që mos ecin ashtu vrrullshëm në krahasim me një situatë normale kur e kemi politike, po fokusi i qeverisë për lojrat mesdhetare është fokus i veçantë është në krahasim me punë të tjera dhe interesi jonë shtetëror është për te lojrat mesdhetare, pra të kemi një trashëgimi të infrastrukturës sportive dhe pas lojrave mesdhetare dhe normal që lojrat mesdhetare të shërbejnë të shfrytëzohet kjo mundësi për investimin në gjithë vendin tonë ku është edhe synim do të jetë besoj synimi i qeverisë Kosovës. Jo, nuk kemi diçka dhe nuk besoj që do të arrijmë në atë pikë që të heqet dorë ashtu lehtë. Nëse më thonë, nuk kam dëgjuar diçka, po ligji është kthyer për gjykatë kushtetuese, edhe besoj që në muajin e ardhshëm, nëse situata me kuvendin e Kosovës është e normalizuar, ligji do të procedohet prapë për qeverinë dhe kuvend të Kosovës dhe besoj që shumë shpejt do të kemi ligj për lojrat mesdhetare. Unë besoj shumë shpejt që edhe projekte të tjera të cilat janë të paraqura do të definohen, sikur qendra akuatike, qendra tenisit dhe infrastrukturë tjetër shejtarisë, do të definohen shumë shpejt për investime që të fillohet me investime në këtë drejtim në infrastrukturën përkatëse, është duke u punu në qendrën e studentëve, ku do të shërbej për akomodim të sportistëve, gjithashtu në njëjtën kohë është duke u punu në pallatin e Nisit, i cili do të investohet, pra do të renovohet i tërësishëm. Ministri Gashari është njoftuar për gjithë procesin deri me tani të lojrave mesdhetare prej vitit kaluar kur ka filluar edhe SMG-ja tranzitore për lojrat mesdhetare, është njoftuar për gjithë situatën dhe po mendoj që shumë shpejt edhe do të definohet edhe çështja e stadiumit dhe çështja e gjithë infrastrukturës sportive e cila është e paraqur edhe është interes nacional për me investu në infrastrukturë sportive.